atër kjo e ka një kronologji. Jam mesin e pak kryetarëve të partive politike që nuk u vendos vijat kuqe asnjëherë për asnjë subjekt politik. Pas përfundimit të zgjedhjeve e kum pranuar rezultatin zgjedhor. Kum fol për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike. Nuk ka ndodhur. Kum fol dhe kemi dhënë qëndrim si Parti Demokratike se në rast se ka kandidat të propozuar nga familja Jashari, grupi parlamentari për Partisë Demokratike 22 vota do t'i ketë në favor të një kandidati nga kjo familje. E dim deklaratën e zotit Jashari, për mu është e pranueshme, është e vlerësume, është familje e cila është pak më ndryshe se gjithë të tjerë për shkak të rolit, kontributit që ka për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për te kësaj, nuk kom shku në takime, pa formalizmat të prunë, me një komunikim në WhatsApp, në ditë vikendi, në ndërtesën e qeverisë. Po bre, ndërtesën e qeverisë, në zyren e kryeministit, po në zyren e kryeministit, sepse është kryeministër i qeverisë të Republikës së Kosovës. Dhe gjatë bisedave, qëndrimi unë ka qenë kë. Presidenti të zgjedhet i propozuri apo e propozura nga Partia Demokratike e Kosovës, jo domosdoshmërisht që është pjesë e strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kjo temë nuk është pranu, kum fol për parime, për kritere, për marrëveshje dhe për emra. Po nuk mund është i me dhonë emrin pa pas një marrëveshje politike edhe një pajtim. Tutje. Kemi kërku që të kemi ftesë zyrtare, cilën ne do të diskutojmë mrena struktura o Partisë Demokratike të Kosovës në kryesi dhe në këshill drejtues. Ne nuk kemi marrë ftesë zyrtare. Ftesë formale zyrtare nuk kemi pranu. Nuk ka qenë aqeron se ne dim nuk është moti, para 5-6 muajve vazhdimisht i ka dërgu letra Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk e kemi një ftesë tillë. Ne bazuar në këtë gjendje e kemi ftu këshillin drejtues. Kemi dhënë kohë mjaftueshme që zoti Kurti t'i banë përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Sigurisht se ka pas prioritete tjera. Dhe sot ka qenë ftuar para disa ditë me lidhja këshillit drejtues, sot kum pranu në komunikim nga zoti Kurti në WhatsApp ku Partisë Demokratike të Kosovës ja ban një ofertë. Oferta është kjo, që deputet e Partisë Demokratike të qëndrojnë sallë, të votojnë dhe si rezultati i kësaj Partisë Demokratike i ofrohet, jam shumë korrekt në interpretim, i ofrohet posti i kryetarit të kuvendit me një lloj ndryshimi që vetëvendosës me i kalue pozita e nën kryetarit të kuvendit cilën aktualisht e ka Partia Demokratike e Kosovës. E para kjo është serioze, sepse kryesia e kuvendit është e konstitume, kuvendi është i konstitum, janë zgjedhur, janë të votuar, nuk e kemi kontestu këtë çështje, nuk jemi të fol për kryetar të kuvendit, nuk kemi shku as me lyp pozit për veti, as për ndonjërin prej antarëve të Partisë Demokratike, kemi shku që vendit me i dhonë institucione dhe stabilitet institucional edhe politik. Dhe e dyta, kjo fare nuk është serioze, dhe treta që shumë e rëndësishme nuk është as kushtetuese. Për shkak se kushtetuta edhe rregulloria e punës së kuvendit është e qartë. Kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar të dalur nga zgjedhjet e fundit. Tash grupi ka një kandidat është në drejtën e tyre, po atyre ju takon. Dhe votohet në kuvend. Ndërsa nën kryetarët janë përfaqësues politik të partive politike. Dhe në këtë rast, domethënë, nuk është e mundshme që kjo të bëhet as brenda kushtetutës dhe normalisht që nuk është as pak serioze, shihet qartë që zoti Kurti me deklaratat e tij prej fillimit ka punuar në drejtim që vendin me çunë zgjedhje. Ju kujtohen mirë. Fillimisht kuvendi, pastaj qeveria, pastaj do ligje e presidenti. Zotri Hamza, një pyetje. Ku të bëhet? A është qartë që deklarova? Besoj shumë e qartë. Mirë, pa i ka akuzu juve. Shikosh, punë e tina që ka thonë ai.
A shë këtë so serioze është, prej asojna ku kam rri. Kam rri oferten për kryetarët kuvendit me një kembim, një farë transakcioni, një farë pazari politik në kryetarin e kuvendit dhe nuk është kjo pun emra, është pun parimeve, pun marrëveshje. Mi dho vendit institucione. Dhe gjithmonë këtë përgjithësi i ka takuar dhe i takon partisë fituese. Edhe në kaluarën ka qenë kështu. E dim rastin e zgjedhjeve të para ku presidenti Rugova e ka dhënë postin e kryeministit, kanë pas marrëveshje politike, rastin e dytë prap, e gjithmonë kështu vazhdimisht që partia fituese i ka dhënë vendit institucione. Koleg, me kuptimin e ju kemi me shku në emision. Na vim duhet me lëviz. A do të kishte pranuar Partia Demokratike me një marrëveshje me vetëvendosje nëse oferta një? Ja, unë nuk po hi në çështje hipotetike, situatave hipotetike, unë po e flas ato çka ne kemi pranu, kjo është ajo çka ka ofruar zoti Kurti, vendimi i Këshillit Drejtues është i qartë, normalisht ne kemi diskutuar këtë çështje edhe në kryesi, po për hir demokracisë në brendshme, respektimit statutit të Partisë Demokratike të Kosovës, e kemi thirrë Këshillin Drejtues, kemi debatuar gjerë e gjatë dhe në fund është kjo deklaratë politike që për me përmbyllë shkurt për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është përmbyllur dhe ne i urojmë partisë fituese sukses në zgjedhjen e presidentit me 98 deputet të tjerë të Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.